Me për të rrugën e re dhe që janë bëva pikat ka do të shkojnë trasimi rrugës e re. Rrugës re drumi dhe unë jam me linën këto që bajnë qizimin dhe të mbetet në arhivën e time. Arhiva ime do të të preshme, Adeli Mësëngër. Dhe me thonë një përshëndes publikun dhe tesa ime publike me përnarët e tokët do tjetë sot. Që do tjetë i ftuari Fikri Hasani, nën kryetari komunës Shtëpës dhe me banorët që e kanë si takojnë pronave dhe kur do qovë nuk e di mendimet e lira. Si do duket e armja jonë, ka do trasohet që rruga. Adelin, ade këta. Me thonë, kjo është fakt. Një projekt që është shumë i mirë, që e përshëndes shumë bukur që nuk filloj para fushatës zgjedhore. Dhe me thonë, projekti u la pas fushatës zgjedhore. Të fillon punën. Dhe nuk e di ma shumë. Shira joj, nona ime, don se jamo i mërguar dashurien tënde, kurse kam harrua. Trasimi drumit, po drumit me të thoni drumit do tjetë me asfalt. Unë mendoj në pika strategjike tash me ku do tjetë, ndoshta do tjetë një rrugë që kalon për 3 kohës këtë ush, dhe lidhët me vazhdimson me të tjerat në brezëri. Të me thonë mendoj që më komune është një pikë strategjike që faktori dhe kombëtar duhet të flasim dhe duhet të flojmë që të kemi përqëndrimin e kësaj. Ose për faktorin dhe kombëtar do t'i kërë ndihma të mdoja të kryot arena futbolit dhe me thonë të kryot edhe dyta Hollywoodin në Firaj për fande. Pra tash pika ku vazhdon rruga dhe për drumit pas dohet, Adelin, hade. Bagej në pritje, pas në ka bëftes bagej, nuk u zënë me një spunën, para se të fillon debati, pas të fillon debati me pronat të tokës. Adelin, ta. Themi të bageri, ki do të bjetë bagele, gjendës cili do të punoj, firma e kompanijës, nuk e di që dhe do të punoj që me në rrugën e drumit, e ka marrë tenderin, nuk e di që të tenderit, dhe që